E di çka kam kuptuar unë nga lufta në Ukrainë, e kam bërë edhe një shkrim për këtë. Kam kuptuar Ahmet Zogun. Kam thënë nëse Ahmet Zogu në 7 prill do tentonte të rezistonte, Shqipëri kishim për ta bërë mut për pula, kisha përmet një njëri, një fuqi 40 milion, 40 herë me madhe. Do të thënë, shiko çfarë është të bëu Ukrainës një fuqi e cila është vetëm 5 herë më e madhe. Kjo po kap një narrativ tjetër tani. Jo, më fal, okay, kapet, po si e kam menduar unë, kam thënë. Mënyra e ikjes mund ta bënte një çik më ndryshe. Po. Do me thënë modalitetet. Dhe unë kam pa atë, më ka pëlqy kjo, do më mënyra se si u trajtu, do më thënë, për 45 vjetë ka menuj, okej, ky iku, kështu, kurse nga shpjegimi që i kanë bërë njerë që kam respekt, thanë që okej, ky hiku po thotë që jo, mbretërin ti nuk e merë, pavarësisht se tradhtu ballistët. E ditë që e kanë tradhtu ballistët. Ore, shefi shtabit 2 ditë përpara i dha dorëheqjen e. Ore, i dha, unë po shkoj në luftë, ti më jep dorëheqjen i dha, nuk e bëj dot. Tani kjo prap janë fajet e tij, a? Bravo. Tani narrativa tash e Ukrainës mos e bashko fare me. Por ai bëri një diçka tjetër, se dua ta mbaroj këtë. Nuk u dorëzua, nuk nënshkroi. Eksaktësisht, po shumë nuk dorëzoi mbretërinë. Shumë drejt. Iku dhe i tha, mbase do vinë ca të tjerë mbrapa, siç erdhën mbrapa, do t'ju bin kaptinës edhe se unë jam edhe 50 vjeç i tha. Masë logjika e. Ndërsa këta janë 20 vjeç, këta se marrin parasysh edhe do të binë. Po do të shoj. E prishin mbrapa kur filloi dhe nisë diversant, masane aty s'kishte pse e bënte atë punë. Ishte dorë se ishte edhe mbreti Jugosllavisë, mbreti Bullgarisë që ikën, por nuk u ngatruan në këtë punë kundra vendit vet. Ky nuk ishte pse e bënte. Por në atë moment unë kam thënë, ky po t'ja bënte si Zelenski e të grumbullonte, e niste nusën bashkë me Kalamaj, e niste andej. Shëndron fare narrativa, nuk janë bashkë fare tani. Do ta shpjegoj, nuk kanë lidhje fare. E di çka ka ndodhur? Dhe analiza që unë i kam bërë është kjo. Në 2014 e famshme, kur Rusia të dha 20 milion, miliard, në fakt. E di që ke probleme me shifrat. Bravo. Se bilione thëmë. E kam bërë i fund gjithë shqiptarët që janë ndej. Bravo. Kur Rusia të dha 20 miliard, në qoftë se ju, se më them, kriminalet e botës, që është Europa, me gjithë Amerikë mrena, që nuk kanë ndjesie njerëzore, nuk e donit këtë, jepshit 19 miliard, se për 1 miliard nuk është problem. A më kuptoj, 20 dhe Rusia jep 19 ti. S'do kishte luftë kur aty. Kuptoj? Po t'i afrove 4. Pra edhe pas i afroi Rusia 20, po e shpjegoj për ata që duan Ukrainën. Më kuptoj, ata që vërtet duan, ose më shumë se unë se duan ata. Ukrainën. Dhe Ukrainës, sepse du rrasë njerëzore. Pra në momentin që ai dha 20 milion, si që qove ti 380 bilion aty, tani për të vra Ukrainasit, që është 20 bilion. 19, 18 është okej, për qove 4. Dhe fute lek për të bo Majdon Square. Edhe me detyrimin që të privatizoje sektor, të bëje... Fute 4 milion, pra nuk është ty të dëpre oferta, se nuk ra çanga, se diam këtu ke 20 milion që ati, ti thoshe urnoj, jo, urnoj 20 milion që. Po ti nuk, si Europian, si perëndimor, si për Shqipërinë, si për çdo vend tjetër të kësaj bote, ti në fakt nuk kishe hallin e ukrainsave, s'kisha hallin e shqiptarve, s'kisha hallin e sirianve, nuk ke pas hallin e irakienve, s'ke pas hallin e gjithë botës, po ti kisha hall që ta kthesh atë vend në gërmall. Ky ka qenë halli jot. Sepse nëse do kishe hallin e ukrainsave, 20 milion. S'do kishte luftë fare, s'kishte punë lufte. Po në momentin që ti bën një grup shteti, dhe personat që i përzgjedh po ti. Të heq një kuriozitet tjetër. Edhe ai që erdhi pas grupit të shtetit, s'ja mbaj mend sepse ky djali ka qenë në pjacën Mejdan, ka qenë midis kryengritësve. Po. Midis atyre, kishte pas qenë sekretari i rinisë komuniste të Ukrainës. Dhe atë që ti solle si kështu,
Gjon e pa që bën, pra gjon e pa, jo vetëm që nuk i ndihmove me para, pra e bërë zgjedhjen, u bë gruash shtetit, puna më dhe thotë se po mirja bën e ruzë. Po them unë shumë mirja bën e ruzë, pra ja që jam anti-Putin. Shumë mirja bën e ruzë, që ja hoq atë qeverinë në punë tjetër. Kësa qeveri së re pse si dhe 20 bilion që të ndërtote Ukrainën. Jo më ishte vetëm bilan. Po ja përkthej shqiptarëve. Shqiptarëve pse si dhe 1 bilion mas 90-s që t'ishin bërë gjithë antikomunistë, po i prishe gjithë fabrikat. Se në qofë se t'na jepshe, mas 90-s, atë qeku në bardë, po mos na jepshe të bardë, na jepshe të kuq, na jepshe ishil. Am kupton, nuk mund të ketë njëri që të doj më të keqen. Am kupton, po ti na dhe çrrënjosje të vendit, çrrënjosje të çdo fabrike. Që të kuptohet amon, pra këto nuk shkuan për të ndërtuar një Ukrainë. Këta shkuan për të zhyt një Ukrainë ku është. Dhe sollën një Zelenski jo për të ndërtuar një Ukrainë, se prap kur erdhi Zelenski në pushtet, prap i jepshe 20 bilion që ti. I jepshe 20 bilion që më të hapshin fabrikat e gjona, të ndërtohet ajo. Jo ti ja dhe për armë, ja dhe edhe i qime, se ka i qime verdi, nuk i qoj, që të më të fabrika, i qoj Gjevelincë. Johnson. Jo më Trumpi, nuk i qoj, am kupto, nuk u se të prunë në i fabrika në gjohë, këtë prunë në Gjevelincë. Pra, dashuria për Ukrainasit e perëndimit është ti të kesh lytmensh që të menen që ato dun në Ukrainas. E pas kanë si vlënjadë, të dua më qëtë. Po jo, vlënjadi dua më qënë, thoshte, po i kapte detin për të sjellë qënës në i gjohë në shpi. Kësë vlënjadët janë hajka e Shqipërisë, pavarësisht se s'ka mas një nga vura. E bukur. Po shkonin me gomone kapshit me i leka, ndoj. Do të qënë e lekët ke shpia. Se e lëtë e si qënë jashtë. Ma bëri një shpjegim bukur një, e di pse janë femrat blonjate tegra, tha? Haj, thash, ma shpjegoj që kësa kam në shpi, thash. Tha, shikova. Blonjata në përgjithësi, tha, iknin, tha, do kapnin në i lekë, mercenare. Dhe këto ishin të detyruar të rrisnin kalamaj, të thonin punët, po gjithë, dhe beshin detyrimisht tegra, tha. Kur vinin burra, tha, gjeni tha, po ashtu të ega, të nga krau tjetër. Edhe, këtë e konkretizon historia mi, se po e themi si në mbyllje, me luftën që është bërë me grekët në 13-ën, kur erdhën grekët, erdhën nga Himara, dhe ta donin me një pori dhe pirin, edhe erdhën në Dukat. Edhe dolën Dukatasit që të bënin defekt, që quhet, ndoshta e kam thënë si histori, po pan grekët ishin shumë ushtri organizuar dhe u kthyen. Edhe i thot sa do koshena, është heroin e popullit. E kam bërë, po heroin e popullit. Ajo, e ke thënë, po me shumë interes që tani gjynë. Dhe i thot, juve ku do shkoni, i thot, ku shkoni? Po ishin shumë, ata është të bënim defekt kot. A, i tha, po mirë, i tha, rini në qitjanet tona, tha, përthaj, kur t'na përdhunoj greku, i tha. Aty u kapi setra, tha. Ajde, i tha, të vëm defekt unë greku, edhe unë nisën burra e gra, dhe Stërgjyshi Ramës, i cili ishte kapetan i punojt edhe i Himarës, dhe tjetër, se pranoj këtë, se në quaj. Po këtë ma ka thënë një ballist, në fakt. Okej. Dukatas, ballist. Duhet të them, tha, vërtet, se ka një lloj nderi ata në fshat që Spiro kolega, quaj edhe Stërgjyshi tia, ai u ra në shpinë, tha, grekëve, Dukatasit nga përballë, Himariotët i ramë në shpinë, tha, që të hoq greku që nuk hyri në Vlorë, sepse do të menin edhe Vlorë në teorinë e Vorjo e Pirit, është edhe Vlora. Po edhe Vlora, Po edhe Vlora. Po e prit kur të vinë ty në Tropojën, ashtu se... Ato, mu që më shqetso, nuk më shqetso ajo dëshira e grekëve për të morë qatë du me morë. Mu më shqetso që akoma mas 34 vjetë është një parti terroriste si
po doja që është shumë e hapur, është në çdo gjë është nuk më qifet më, nuk është se 90, 91, 92, 93, ku di unë 2000 se kam ikur më saj, nuk e di, ka qenë gjë më qef, ta më kuptove, kurse tani mos nëse se shef tani, ty të kam plas syt, ti s'do me pa më, nuk e di jam këto, pa ne po them që nuk bëhesh më. Kjo është turpi më i madh. Nuk është, am këto, nuk bëhet fjalë. Kjo është turpi më i madh. Nuk bëhet fjalë. Që ndoshta në emision tjetër do e nisim pikërisht këtu për shpjegu diçka më thellë rreth kësaj që të merrem pak edhe me drejtsinë, sa e kapëm shumë pak. Domethënë do të kenë dhe një ku ke futurët vetëm zika pa ky popull. Nuk ke gjë që ti thosh ti popullit, edhe sot e kësaj dite doli çuni i ri nga PD. Edhe po pa ne them këto janë monstra, janë gjynof më burr. Kaptin është ajme për vunë edhe i palë syze që të regulohesh që i kësi që bëjnë ta provincialët kur vinë, domethënë vene i gjohë kështu që gaditën në qikë. S'ke që a më shpëtoj. Jo, po i them, jo më se po e këthejmë në pëshë, po ashu është. Edhe thot, Sali Berisha thot, në ka bo rrugë në komë. Ka bo rrugë në komë dhe ka futë në NATO. Okej. Gëm quni i ri, jetë djali i ri më rrëllat. Nuk është, unë mendoj që ka dalë një, kemi mësuar një lloj deformimi. Tani është sëmundje, unë po them, partia demokratike është sëmundje. Dakor, për sëmundje, si çdo virus ka probleme. Është virus, bravo. E di çfarë më shqetëson mua, që nga të gjithë këta të rinj, dhe këtu se kam me asnjë për tyre, qoftë edhe me lapaj nuk e kam, sepse unë e njoh, për mua është simpatik në marrëdhënien personale, është tipiku i djalit Sarandiot, domethënë labit të rritur në Sarand. Por ai ka kuptuar një gjë, dhe del politikani tret më i pëlqyer. E di pse? Ka një pjesë popullsisë që i pëlqen të bërtasësh e të ulurasësh, dhe ai e ka kuptuar këtë. Eksaktësisht, është tiktokist, prandaj tash është OJF-ist, dhe prandaj po ndaj që Agron Sheja, që kush kanë ndjek emisionin, unë sa kam takuar në herë Agron Sheja, në jetë time, nuk kam asnjë që është me Agron Sheja. Sot për herë parë ndorë, po ne. Bravo. Ajo që po them është, sepse unë bëj një analizë me në zemër Shqipërinë, ose duke pa, do më është më thellë se që duket, duke pa të tërë brumin që ka se cili person për të arrit diku. Okej, nuk po të nxjerr nga qefi, po ta lë për një herë tjetër. Dhe unë nuk të thash që ky është, që të kuptohemi, unë nuk thash që ky është gjenia, unë them struktura e këtij, dhe duke studiu brumin e këtij them që e djata kam përshtypjen se duhet lindi nga Agron Sheja. Nuk kam pa ndonjë njëri tjetër që tjetë me trum më të bukur se ky, nga këta. Okej, do kemi kohë të flasim ndoshta edhe gjithsej e fushata. Po, ndoshta, ky është thjesht përshtypjen do të jam të gabim. Kurse për këtë tjetrën për PD-n është bindje, më kuptoj, këto duhet heqin. Jo, nëse. Dhe i kam thonë një vajze, kisha një vajzë në Facebook, një mikën time, me sinqeritet, kam duket goca e re nga këto që vërtet kanë dëshira për ndryshim, edhe ishte me PD-n, edhe i shkruajta në mesazh, i thash, zemër, ike Agron Sheja, ike lapaj, ike ku dush ti, vetëm mos rri këtu, sepse filloi duke nxjerr ca statuse që si ishte zgënjyes, kisha shkruar i di baba se kom 60 vjet, s'ke nevojë më mësuti, po ik te i kanë, më kuptove. E ka fashën fillim baba. Aty ka qenë baba, ku jeti sot, po ka qenë. Po mos kishte bërë, se e bukur ishte, po mos kishte bërë analizën, do isha duke kërcyer të shqupit. Bashkë me kushërinë. Eksaktësisht.